Babai britanikës që u vra në Sarand, prokurorët duan që çështja të zvarritet, por nuk i ki pa marrë drejtësi. Babai Rebeka Kanon, vajza e cila vdiq në mënyrë tragjike në brigjet e Sarandës gjatë një zhytje në ujë, ka shprehur shqetësimin se çështja është duke u zvarritur në prokurori dhe se drejtësia për vajzën e tij ende nuk është vendosur në vend. George Kanon ka kërkuar që personi përgjegjës për tragjedinë të ekstradohet nga Norvegjia dhe të vuajë dënimin për ngjarjen që ndodhi në Shqipëri. Ai ka theksuar se një person i dënuar me 15 vite burg për trafik droge në Norvegji është i përfshirë në këtë rast dhe se ka 2 vjet që po kërkon drejtësi, por nuk ka marrë asnjë informacion konkret. Ai ka pohuar gjithashtu se kompanitë që ofruan shërbimin turistik nuk kishin respektuar rregullat e sigurisë, duke shtuar se pajisjet që përdori Rebeka, përfshirë bombulën dhe xhaketën e shpëtimit, ishin të prishura dhe të papërshtatshme për përdorim. Seanca gjyqësore shtyr përgjegjësi për humbjen e së vajzës son është dënuar me 15 vite burg për trafik droge në Norvegji. Unë dua të ekstradohet nga Norvegjia dhe të shlyej dënimin në Shqipëri. Kam 2 vite që zvarritem në zyrat e prokurorisë, nuk kam marrë asnjë shpjegim. Ata na duan një dokument prej 30 faqesh. Prokurorët duan që çështja të zvarritet deri në Hares. Nuk iki nga Shqipëria pa marrë drejtësi për vajzën time. Ajo më përqafoi në Angli, më tha do të shihemi dhe nuk u pa më. Kompania s'ka pasur rregulla të sigurisë elementare. Bombula që ka përdorur Rebeka ka qenë e vjetër, ishte përdorur sepse kishte shumë zhytës atë ditë. Pas një dite më parë, deti ka qenë i trazuar dhe turistët atë ditë kanë qenë shumë dhe xhaketa nuk ka funksionuar kur ajo ka tërhequr litarin e emergjencës, ka thënë ai.